Viti 2025 ka qenë një vit sfidues për qendrën e shërbimit të ndihmës juridike parësore në Gjirokastër, pasi numri i rasteve që kanë kërkuar asistencë ligjore ka ardhur në rritje të vazhdueshme. Përveç shtimit të kërkesave, rastet kanë qenë të larmishme duke përfshirë çështjet civile, familjare, administrative dhe sociale, çka ka kërkuar një angazhim më të madh nga stafi i kësaj qendre. Kjo tendencë e rritjes së rasteve nuk është ndalur as në fillim të vitit 2026, ku vetëm gjatë muajit janar është vërejtur një fluks i konsiderueshëm qytetarësh që kanë kërkuar ndihmë juridike. Ka qenë një vit sfidues, për arsye se kemi patur raste nga më të ndryshme. Shumë qytetarë janë paraqitur pranë ndihmës juridike për të marrë shërbim juridik, zgjidhjet e martesës, urdhrat e mbrojtjes. Kemi patur kërkesa për pension pleqërie, kërkesa drejtuar Komisariatit të Policisë, Prokurorisë e të tjera. Gjithashtu, numri i rasteve ka qenë në rritje për janarin. Qytetarët kanë patur kërkesa nga më të ndryshmet, duke filluar dhe kërkesat për marrjen e kopje të vendimeve pranë gjykatave, pranë gjykatës së shkallës së parë, gjykatës së apelit dhe gjykatës së lartë. Kemi patur disa kërkesa për marrjen e informacionit në gjykatën e lartë mbi çështjet që ata kanë. Njërisi e rëndësishme për vitin 2026 lidhet me rritjen e pagesës minimale, e cila ka zgjeruar kategorinë e përfituesve të ndihmës juridike. Fal këtij ndryshimi tashmë më shumë qytetarë kanë të drejtë të përfitojnë ndihmë juridike falas, duke lehtësuar aksesin në drejtësi për shtresat në nevojë dhe duke forcuar mbrojtjen ligjore për individët që nuk kanë mundësi ekonomike. Njërisi për 2026 ka qenë edhe rritja e pagës minimale, që do të thotë më shumë qytetarë të drejtohen ndihmës juridike, sistemit të drejtësisë për të përfituar ndihmë ligjore falas. Gjithashtu ata mund të përfitojnë një avokat falas, të mbuluar tërësisht nga buxheti i shtetit dhe përjashtim nga gjitha tarifat dhe shpenzimet gjyqësore, që nuk kupton një person i cili ka një proces gjyqësor apo dëshiron të hapë një proces gjyqësor dhe nuk ka mundësi për të paguar një ekspert, siç mund të jetë psikologu në rastet e zgjidhjes së martesës apo topografi në rastet e çështjeve të pronave, përjashtohet nga parapagimi i këtyre tarifave. Për 2026, plani punës është i zgjeruar duke përfshirë zhvillimin e aktiviteteve në njësitë administrative të qarkut të Gjirokastër, në bashkitë e vogla, për të qenë më afër qytetarëve, për të ofruar ndihmë ligjore falas, për të marrë ata informacionin se çfarë ofron ndihma juridike e garantuar nga shteti, si ofrohet kjo ndihmë. Qendra e shërbimit të ndihmës juridike parësore në Gjirokastër mbetet e angazhuar për të ofruar asistencë cilësore dhe në kohë për çdo qytetar që ka nevojë, duke luajtur një rol të rëndësishëm në garantimin e të drejtave ligjore.